nga goti. Përshëndetje me qëtë emisionit Një ditë me. Jemi sërish bashkë me mua Valmira Abdullahu. Po e vazhdojmë prapë rrugtimin tonë, por vetëm me një platformë tjetër digjitale. Ajo është Storm Kosova. Sot kemi një mysafire ku peja një për qëndresën e saj, politika për zërin e lartë, e familja si pikën e referimit. E ajo është zonja Besa Gaxheri. Ajo po na pret në qytetin e saj për të shpalosur shumë gjëra nga ana e saj private dhe politike. Zonja Gaxheri, faleminderit për mikpritjen në qytetin e juaj, faleminderit edhe që gjete kohë për me qenë e pranishme në emisionin tonë. Me kënaqësi që do të ndajmë sot një pjesë të ditës në qytetin më të bukur në Kosovë, në Pej. Zonja Gaxheri, para se të flasim për mandatet dhe betejat në parlament, që dikur i bënit edhe jo, po tash do i bëjnë 15 kolegët e juaj. Si është ose kush është Besa Gaxheri jashtë kamerave? Besa Gaxheri është një nanë, tash është edhe gjyshe. Urime. Faleminderit. Natyrisht përveç profesionit që është bërë profesion e mision, kisha pas me thonë politika, unë kam edhe specializimin si ekonomiste, punoj si ekonomiste dhe mundohem me qenë një ndër qytetarët e rëndomt të Kosovës, jam munduar gjithmonë dhe mundohem çdo ditë. Dhe me thonë, kur unë e filloj ditën nga shtëpia në mëngjes për dalë në punë, ato pak metra që i kam nga shtëpia deri në zyrën time, takoj shumë qytetarë me të cilët, me se cilin ndalem, bisedojmë, edhe kështu shkon dita. Çka ju thonë qytetarët? A merr kritika që ende nuk je pranishme? Ndonjëherë fatkeqësisht e fatvarësisht, unë jam person publik, person ndoshta jo vetëm publik, por shumë i zëshëm, person që shumë shpesh më thonë që fjalët e tyre që ata i mendojnë ti i thua mas miri, po ka dhe zërat e tillë ose personat e tillë të cilët që ne jemi të mësuar mos me t'i thonë gjërat në fytyrë, sidomos kur nuk ju pëlqen, por faktikisht ne ecim rrugës dhe janë kafeterit dhe ka njerëz që bërtasin, këta janë hajnat, këta janë ata, kështu që të tillë jemi si shoqëri. Më shumë konsideroj unë e bëjmë zhurëm se sa punë, megjithatë unë jam person publik dhe i mirëkuptoj më shumë bile kritikat kur janë të artikuluara njerëzisht me argument, se sa dhe kur merr komplimente, sepse për punën cilën kam obligim për ta bërë nuk pres komplimente. Ajo është obligimi im, po ndihem shumë mirë dhe marr energji për të vazhduar në tempon e njëjtë, por nuk është që pres me më shpërbly ose me më dhënë komplimente për punën që kam obligim. Ndërsa për kritiken pa fyrje, jam shumë e hapur, sepse dhe ajo të shërben. Por natyrisht do të mësohemi të japim kritiken me argumente dhe sidomos fyrët e sharjet e kërcënimet që i kemi zhvilluar kohën e fundit shumë në shoqërinë tonë janë vërtet bezdisë, kisha pas me thonë. Çfarë nuk din njerëzit për ty, por që të dëne që të dinin? Nuk besoj që ka diçka që nuk din njerëz për mu, nuk është të thonë ndoshta publiku i gjerë, por nuk është që po më kujtohet fiks tani diçka që kisha mujt me shfrytzu përmes intervistës tuaj mi ofru publikut që ata nuk e din. Ke qenë e hapur domethënë? Shumë e hapur jam nga natyra, jam shumë e hapur. Ndoshta vlen me thonë një shembull, djali i vogël më studionte në Amerikë. Edhe ai kishte një farë dramë të tij gjatë rrugtimit ti ishte këtu në FSK në Kosovë dhe procesi u zhvillu i tillë që ai u dash të transferohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atje në Akademi Ushtarake dhe kur bisedojshim me të në telefon, unë e vrejsha se përgjoheshim. Edhe i thash, Arjan, ne po përgjohemi, telefonin për na përgjojnë, tha,
që ka lidhe ma më tha, ty që kanë me të përgju, tha, ti s'ki kur gjo, që nuk e flet publikisht edhe këtu kur për flasim. Edhe më boni me qesh, edhe sot e mbaj mendat, dhe më thonë, jam shumë e hapur. Njajt në familje, njajt në shoqëri, njajt në detyrën time si politikane, kështu që nuk ka mani pse, unë mendoj që pasi të pensionohem, nëse vërtet kam shëndetin, do të ulem më shkru për jetën time. Sepse jeta ime... Diçka ekskluzive për neve. Po. Dhe nuk do të filloj me aktivitetin tim politik. Unë mendoj me fillu nga fëmiria, cilën ka qenë shumë e vështirë. Po, që të dalim edhe ne në atë pjesë. Po, shumë e vështirë, me një dramë, të cilën unë jam e sigurt që jo se nuk ka qenë prezente në vendin tonë, të gratë, të vajzat tona, por nga personaliteti im, si më shohin njerëz, nuk besojnë që unë ku mujt me kalu qatë dramë, e cila është e pashpalosur, dhe jam baj gajlen, kështu për shprejhem, me shpalos. Por masit pensionohem, me fillu aty, dhe me fillu pastaj rrugtimin tim, shkëputjen time prej asaj drame, shkollimin tim e deri tek zhvillimet politike që kanë fillu nga viti 89, që unë kam qenë kontinuitet e kyqur dhe deri sot, dhe më thonë është një rrugtim shumë i gjatë, me shumë sfida, gjithfare. Në qëllimi im është që këtë jetë timen ta lexojnë vajzat sidomos, po dhe djemt, dhe ta shohin se përkundër problemeve që i kemi pas dhe mentaliteteve patriarkale, si shoqëri, dhe përkundër apartheidit e luftës e gjitha që i kemi pas nga një okupus si ka qenë Serbia, njeriu kur i vën cak vetes dhe njeriu kur don ta bëj rrugën e vet ndershëm, po ka shumë vështirësi, por ja arrin. Sepse sinqerisht unë nuk i kam vu kur vetës cak karrierë, sidomos në politikë. Po t'jam e sinqert në asgjë, sepse jeta ka qenë tepër e vështirë, pa parashikuar njëherë nga vetë dramat e zakoneve tona, e pastaj nga një luftë që pritej çdo ditë, se nuk e kishin tjetën e sigurt asnjëri nga ne. Po megjithatë, shumë rrjedha hecin që ne nuk mund t'i kontrollojmë si njerëz, por karakteri im, qysh fëmijë, edhe caku im që rrugën duhet ta bëjmë vetëm në mënyrën e ndershme, mu më ka dhënë rezultate gjithmonë. A kom pas sfida? Po shumë. Sepse unë kom gjetë gjithmonë rrugën më të vështirën, rrugën më të drejtën, dhe rruga drejt me të vërtetën janë gjithmonë të vështira. Por ato japin rezultate. Po cila ka qenë sfida më e madhe e jetës tonë, masi veç e përmend tashmë? Po tash unë nuk du me mu fut ma shumë se po do në me marti ekskluzivitetin. Po pak të na shpalos na i masi. Amo nëse unë analizoj jetën time, sfid për mu ka qenë mosha 14 vjeçare, deri në moshën 18-19, sfidë që kalon shumë gjurmë, unë dhe se cili njeri e din se luftrat janë gjërat këqija që lojnë trauma. Por lufta është që i përfshin të gjithë dhe je bashkë me të tjerët, ndërsa kur ti bën luftë vetëm, ajo lën gjurmë shumë më të thella. Dhe unë po ju them sinqerisht, unë jam personi që kom marrë pjesë në luftë, kom atë historikun tem, kom përjetu shumë gjana, por ato vështërsit përballjet e moshës fëminore, ato kalon gjurmë më të thella se gjithçka tjetër. Kështu që prej atje ka pas vështirësi shumë mëdha, ka pas edhe kënaqësi shumë të mëdha, sepse edhe të kundërtën pra, kur e mendon kur unë kom qenë më e lumtur, pikërisht në kohën kur isha në atë moshë, sepse mosha ta jep fuqinë, lumturinë, pa marrë parasysh sfidat që i përballon. Ka pas momentet e vështira, pra si fëmijë, pastaj vetë veprimi jonë në kohën e apartheidit, unë kam qenë në vitin 90, kur ne veç kemi fillu edhe si LDK, unë kom pas 2 fëmijë. Kom pas 2 fëmijë dhe
veprimtaria ime edhe kontributi im ka qenë 2 herë më i vështirë. Kështu që shumë sfida ka, pastaj sfida me fëmijët gjatë lufte shumë. Ndonjëherë kur reflektoj tash, më duket sikur unë kum pa një film të tillë, nuk është që unë kum kalu andej dhe kalon gjurmë po më kujtohet, sepse edhe analizoj thon ç'është se kum pa sa vështirë ka qenë ai moment kur po më kujtohet tash, nuk kujtohet sepse në kohën kur ti je tu vepru, nuk i ku me mendu për frigën, nuk i ku me mendu për vdekjen, për asgjë, ti e ke një cak dhe me çdo kusht pretendon me mri aty dhe prandaj ec ma lehtë mendoj unë. Çfarë pasioni ka Besa që ndoshta nuk lidhet fare me agjendat politike? Pasion e kom pas shumë këngën, edhe ballëzimin. Me kohën kom këndu, sidomos në parahigjet familjare, për qefin tem. Po në fundit nuk po moj me këndu as për qefin tem, sepse edhe kënga do me ushtru zonin. Po, e vërtet. Kështu që megjithatë, muzika më pëlqen, s'ka rëndësi cilën zhanër është. Nga ajo elitare deri tek muzika folklorike, që të gjitha llojet, nëse vërtet është punuar të ka art, mu më pëlqen, dhe jam gjendje me ndëgju, me lujt, me mu knaq. Është muzika, pra është të lexuarit, është të shkruarit, kështu, por kritjer nga pak, sepse puna pastaj ti kufizon gjërat, nuk mundesh mi bo ato që ti i don. Do me thonë, jeta është e tillë, e di që është e tillë njeri. Shiqo, unë krejt diçka tjetër kom mendu me studiu, si vajzë e re, krejt diçka tjetër kom andru për veten time, krejt diçka tjetër ka ardhur. Po një jetë ose kom realizu një jetë, hiq pa parashiku. Nuk do, në qovë se isha këthym brapa, nuk do kisha ndryshu ndoshta, sepse më ka flejt mirë edhe profesioni politikanes, edhe pse me profesionin ekonomistës nuk kom pas hiq qef mu lidhë, megjithatë kjo ekonomia mu ka ndërlidh me politikën, më ka ndihmu më shumë se sa si që kom dashtë me studiu arhitekturë, për shembull. Mu shumë ka hyrë punë pastaj ekonomia me politikë. Por jeta është e tillë, kur të vije përpara duhesh ta kapësh. Dhe kjo është që vërtet po, njeriu ka shumë. Tash me thonë të drejten, unë edhe jem bë gjyshe, edhe tash ai isha shmequjt ato, një farë dashnie, kjo dashnia me nipat e Mbesat është ndryshe se me fëmijët tu. Të shik, ata mundën edhe po bëhen xhelos, se normal që këta po moj me i dasht ma shumë, nuk është që i du ma shumë, po moj me i dasht ma shumë, sepse koha, rrethanat janë të tilla që ti s'ki përgjegjësi as fare për ta, vetëm dashnimi u dhuru edhe kohë, kështu që edhe ajo po kthehet në pasion. Jeni shpesh në debate të ashpra. Çfarë ju qetëson më së shumti? Ku e gjeni qetësinë mas atij debate? Po, jam edhe tip temperament dhe si që thash edhe më përpara, mashtrimi, gënjeshtra më bën shumë nervoz dhe ma jep qatë temperament. Dhe pastaj ma jep insistimin me luftu me çdo kusht për atë të drejt që unë e mendoj tash, nuk është ndoshta unë gjithmonë kam të drejt. Por në jetën time me parimet e mia gjithmonë pretendoj dhe mundohem të flas me argumente, jo me të dëgjuar, jo me të thënë dikujt. Dhe pastaj kur unë konsideroj se kam argument, jam shumë luftarok. Luftoj shumë për atë argument. Dhe pastaj normal që debatet dalin të zjarrta, të tilla çfarë ishini ju. Dhe me qëtëson, kur unë mri, që zakonisht mri, me fitu atë debat. Sepse jam e bindur që e vërteta fiton, argumenti fiton. Dhe pastaj pikrisht ajo formë me qëtëson. Nuk është që nuk mbaj mend ndonjëherë që kom dalë nga debati e shqetësuar ose e lodhur ose ku ta di unë, kom dalë e qetësuar, sepse e kam thënë
me bindje të plot atë që kam menduar, për atë që kam pas argumente dhe natyrisht konsideroj se edhe kam fituar. Ka pas raste kur jo për shkaqe debateve, po për shkaqe të tjera, për shembull kur me qoftë kundërshtar politika apo pjesëmarrës në panel jashtë kamerave, ka pas momente edhe të këqija, shumë brutale, me të cilat jam ballafaqu dhe ballafaqohem se kam fare problema në këtë aspekt, por zakonisht kur dal nga studiot ose nga intervistat e tilla si me ju, dal e qetësuar, sepse nuk hyj e ngarkuar realisht. Nuk hyj me të vërtetat e mia, me qetësinë time, edhe mënyrën si unë i argumentoj argumentet dhe si unë i debatoj ato me dinamikën time, është dhe më thonë diçka personale se cilit prej nesh. Po, tha që edhe temperamenta, ke tentu me hek këto atë ka pengu njët, ose jetën personale, ose faktikisht në emocionet e tua? Po, është e vërtet, edhe pse karakteri se cilit prej nesh, me anët pozitive dhe negative, është gjithmonë medale me dy anët. Po. Në qoftë se vërtet je temperament si une, shumë shpesh ki probleme dhe ballafaqim, e që fatkeqësisht gjithmonë më shumë t'i humb në aspektin personal. Më thonë, ju si person nga kundërshtar tu je pa pranueshme, ndërsa çështja, tema, kauza cilën ti e shtyn ajo fiton, sepse don temperament. Temat dojnë temperament, por ti si person nuk je i pranueshëm, je njeri që të luftojnë më shumë, të kundërshtojnë më shumë, por secili prej nesh zgjedh rrugën dhe natyrisht karakteri nuk është çështja jona personale, ai formohet shumë më herët se sa ti e din çfarë karakteri ki. Nuk është që ndërtojmë ne faktikisht shkret, ai krijohet, ndërtohet si fëmijë e pastaj ne e materializojmë. Ka mundësi ndoshta që vërtet pak ta devijojmë ose ta menaxhojmë pak më mirë, po megjithatë prandaj është më mirë kur nuk jemi të gjithë njëjtë. Çfarë ju binte që ishte drejta të ishe pjesë të viteve 90 në LDK? Dhe kjo është një histori e imja natyrisht personale, unë nga viti i dytë i shkollës mesme, pra gjimnaz, isha angazhuar në ato treshet ilegale i theshim ne në atë kohë, që bënim punë heq, por ishin shumë të rrezikshme ato punë. Çfarë bënim ne, shkrunim nëpër mure Kosova Republik, ndanim disa pamflete kur na binin dhe unë e mbaj mend që nuk e dija nga vishin ato, sepse unë nisha vetëm edhe 2 shokë të tjerë. Gjëra të vogla për të cilat futeshen e borgët dhe nuk dije kur delshe. Por me kohë edhe situata ishte shumë e tensionuar, shumë e keqe, shumë e rënduar për ne si tri. Kur filloi Lidhja Demokratike e Kosovës të formohet, ishte sinqerisht se me arë një rrezë e diellit nga qielli që na ngrohtë zemrat secili. Edhe pse unë atë ku isha nanë, kisha 2 fëmijë të vegjël, nuk është që kam dashur të angazhohem, por pikërisht rreti ku ti jeton të shohin kualitetet, të shohin mënyrën e veprimit dhe unë faktikisht në atë ku kam qillu jashtë në Gjermani tek motrat e mia, pa prezencën time kur është mbajt një mbledhje në lagjën Dardania aty jam propozuar dhe jam zgjedh me votë të fshehtë, sepse atëherë kreti kanë bërë me votë të fshehtë. Unë antare e kryesisë Dardanisë. Dhe më kam thirrë bashkëshortin në telefon, hajde se kështu, s'dija çfarë ka bëhet. Edhe pse unë isha këtu kur regjistruam, kur filloi Lidhja Demokratike të njerëz të regjistruan dhe me miliona, por pastaj kur filloi shtrirja e LDK-s, unë në ato momente po them, kam qenë në Gjermani kur në ndega ime më ka propozuar dhe më ka votuar me votë të fshehtë dhe unë kam fituar. Pastaj kur jam kthy, unë jam fut në aktivitet. Në atë kohë nuk e kemi ditë as shka na pret, por faktikisht kemi punu shumë. Ne kemi
pastaj kemi bu vetes detyrë, kemi marrë plane, kemi marrë programe dhe natyrisht nga ai moment nuk kem dhe mos ta harroj, diçka që më ka shtyë edhe më shumë, mos jetë personale, po duhet ta them. Në vitin 1990 Serb kishin vrarë vajzën e aqës tim, Nurije Zekaj. Ajo kish qenë në grupin e pajtimeve të gjaqeve, aktiviste, dhe ajo, kur u helmun fëmijët në Kosovë, ajo mor mostra nga këto helmime dhe u nis për Zvicër me qitë zonin sepse mjekët në Kosovë dhe sistemi i Serbisë nuk pranonte se ka hudh helmin dhe ne nuk kishim zë jashtë. Ajo mor ato mostra me dërgu në Zvicër dhe me dal e vërteta dhe rrugës Serbt e kanë zonë, e kanë vra, edhe pastaj pikrisht ishte viti 1990, prilli vitit 1990, dhe kur filloi edhe aktiviteti i LDK-s, ai mlefi im, ai kundërshtimi që doja me çdo kusht me bo për me qenë përballë tyre, më dha ma shumë forcë se sa që vërtet ishim shumë mërzitur në atë kohë. Kështu që me shumë vullnet kom fillu aktivitetin duke i thonë çdo ditë motrës ime se nuk po nalemi, ne do të vazhdojmë rrugën tonë edhe ne do të marrim hak për ty. Me një farë mënyrë ka qenë forca juaj kjo. Po, pikrisht, nuk e harroj këto, sepse kanë qenë momente tepër të rënda për ne si familje, për popullin, përgjithësi, sepse mbaj mend atë vorrim të motrës, se ajo ka qenë motër e hasretit edhe u rrit me ne bashk. Edhe e mbaj mend atë vorrim që nuk ka pas hapësirë që shihet me sy, domethënë për gjithë Kosovë. Dhe momenti kur ne kemi dashur ta vorrosim, për mua ka qenë, i kom shishqut gjithë ata njerëz, kom thonë, okej, po të gjithë këta do të jenë ata që vërtet do të vazhdojnë rrugën tuaj, nuk do të përfundon me kaq me vorrimin e saj. Kështu që jeta është e tillë, përkundër dhimbjes, sfidës, ndonjëherë vërtet dhimbjet edhe sfidat të forcojnë. Nëse nuk dorëzohesh, ato vërtet forcojnë, por kur janë kaq të mëdha, nëse pranon të rrëzohesh, nuk mund gritesh më, sepse kanë qenë shumë të mëdha, shumë sfida, shumë dhimbje të mëdha. Si që cikë edhe më herët, keni qenë aktiviste e kamotshme e LDK-s, e keni parë LDK-n kur drejtë Kosovën, sot partia juaj shpesh duket se po vrapën pas ngjarjeve, e ju t'i krijoj atu. Ndoshta të dy anët janë. Njëve shpesh na thonë ju nuk mund ta zaventësoni rrugoven, ose shpesh na thonë ju jeni largu për rrugës rrugovës, dhe më thonë nuk na bjen tamam për kundërshtarëve politik asnjëherë. Ne me ato kapacitetet që kemi e që unë për vete po flas, duhet jemi të vetëdijshëm se nuk jemi rrugova asnjëri, ai ka qenë një njeri unik, i veçantë, edhe shumë shpesh na ka dërgu Zoti një personalitet të tillë i cili na i hapi rrugë e të çoj zërin e këtij populli përtej kufive të Kosovës, edhe sot jemi ku jemi. Por natyrisht që ne trashëgojmë filozofinë e tij dhe mundohemi me trashëgu dhe me vepru filozofinë e tij, sepse është e pranueshme jo vetëm në gjithë botën e pranueshme, por është shumë e nevojshme për Kosovën. Por çfarë ka ndodhur është e vërtetë se kontestet e rrethonat kohore kanë qenë të tilla që presidenti Rugova ka arrit ta bashkojë popullin në një për një kauz fare ka qenë liria, pavarësia e demokracia, ndërsa sot është arrit një synim i tillë me ne, me persona që i keni këtu përballë jush, dhe me thonë, edhe nuk jam shumë e lumtur që kam qenë bashkëpunëtore e tij, kemi punu bashkë, por sot kanë ndryshuar rrethonat. Është e vërtetë që kur sot analizoj botkuptimin e gjeneratave dhe unë bisedoj me ta, fatkeqësisht, dhe kjo është ndoshta prapë me fajin tonë. Nuk janë të gatshëm as me kuptu, as me vepru, as me dhonë çfarë kemi dhonë ne. Edhe sot, ndoshta, po thon prapë, edhe ndoshta për një pjesë të fajit tonë, një pjesë e qytetarëve tonë me dëshirë pranojnë që t'i gënjejnë. Kanë qejf me gënju. Ose kanë qejf me mashtru, ose pranojnë edhe kur e dinë që është gënjeshtër e mashtrim, dhe kjo
për një kohë është një iluzion që ndoshta secili prej nesh si individ japim edhe vetë edhe njëherë iluzione, por ai është vetëm mashtrim, edhe është ngecje, edhe është kthim mbrapa. Kjo është realiteti në Kosovë që po ndodh sot. Megjithatë unë pretendoj jemi keq sepse këtë është me thonë që ne vërtet duhet ta vazhdojmë këtë rrugë, këtë mënyrë, këtë çështje që sheka LDK-ja, sepse ti nëse shkon në rrugë të njëjtë dhe nuk e ki shumicën për të marrë qeverisjen, nuk je duke dhënë kontributin mjaftueshëm, por ne po ecim në tet thikës për shkak se ne kemi obligim filozofinë e presidentit Rugova, mënyrën e punës së tij ta përqojmë te gjenerata tjera, pra disi ndryshe, jo që shem ka funksionon politika në Kosovë, po mundohemi dhe me një rrugë të tillë, me një formë elitare, nuk është që po mundesh ti me bind masën. A mendoni se LDK-ja e ka trajtuar me një farë mënyre të quajmë rrugovizmin? Jo, për kondrazi. S'është që mundesh ti me trajtu rrugovizmin, sepse rrugovizmi është një frymë. Ato duhet ta ushqejmë, ta kultivojmë, ta rrisim sa mundemi, sepse s'mundesh ti me trajtu, ajo është një frymë që nëse ty nuk përshtatet ajo është frymë, është dikun tjetër, nuk mundesh me trajtu, por kemi obligim sepse është krijesë e vetë Rugovës LDK-ja. Nuk mundesh ti mu thirr në frymën rugoviane më shumë se unë, që jam nga themelimi edhe deri sot në LDK. Kjo është ajo. Tashi sa të lënë për të dëshiru ne si LDK, po, natyrisht, gjithmonë mund bëhet më mirë, mund bëhet ndryshe, por unë mendoj se ne si LDK kemi obligim, sepse mbaj mend fjalët e vetë presidentit na thoshte, sidomos pas luftën kujtohet një debat me te. Pas luftën kishim përplasje politike shumë të mëdha nga kundërshtarët politik, dhe në vrasje. Dhe ishte momenti që unë kisha një kolegë Smajl Hajdarin këtu deputet që udhtonim bashkë dhe ato e vranë. Edhe atë momente kur unë shkum në takim të gjithë, reagimi im siç është në përgjithshmen, e në atë momente edhe me emocione. Ai dhe të tjera më tha mu dhe të tjerë të dëgjuan, që shikoni tha, përveç obligimit dhe punës që keni për ta bërë Kosovën shtet, ju keni obligim me eduku edhe opozitën. Beso që në ato momente mu ka duk se më ka ra një kokë ajo ndërtesa ku ne ishim. Dhe më do krejtësisht pa kuptim. Ne jetonim ose ballafaqohim me jetën, ndërsa presidenti Rugova gjente momentin me na thonë, përveç obligimit që keni për ta bërë shtetin, keni obligim të edukoni edhe opozitën dhe popullin politikisht. Më vonë edhe sot e kuptoj qaq mirë, qaq thellë atë fjalë, se nuk kem rrugë tjetër. Në qoftë se nuk do të edukohemi politikisht si popull, si parti politike, nuk do ta vetë mashtrojmë veten. Do të sjellemi në një cirk kështu, edhe do të vendnumrojmë në vend dhe nuk do të hecim tutje. Dhe kjo na ka ndodhur për momentin, për disa vite neve, është duke na ndodhur me mënyrën e sjelljes së vetëvendosjes në mënyrën më populiste të mundshme, mashtruese, ne jemi duke sjellë dhe duke fituar 51%, ne jemi duke vendnumruar si shtet dhe si vend. Prandaj pretendojmë dhe mundohemi që vërtet krahas punës që kemi obligim me bo për vendin, ne duhet ta edukojmë, tash këtë rast nuk mund të themi asken, por duhet të punojmë sinqerisht mu eduku brezat. Brezat tonë nuk duhet të dëgjojnë mu çfarë po them, por ai duhet ta ketë edhe mendimin e vet. Edhe ai duhet të ketë argumentet e veta për të kundërshtuar mu dhe për ta kundërshtuar tjetrin ose për ta mbështetur tjetrin. Jo mënyrën si ndodh sot në Kosovë. Është për mjerim. Dhe kjo duhet ndryshoj, kjo çështje duhet ndryshoj, sepse ne kemi bërë shtet demokratik. Pikërisht LDK-ja ka bërë shtetin demokratik. I ka kalu vetveten me dekada. Edhe kur ka pas probleme gjithfare, edhe kur ka pas presion, edhe kur ka pas vrasje, edhe gjithçka. E ka kalu veten për ta ndërtuar një shtet demokratik. Dhe kemi një shtet demokratik. Ju keni punu edhe me të njërin Ibrahim Rugova,
pashtu me zotëri Fatmir Sejdio dhe me zotëri Lumir Abdigjiko. A është kjo LDK-ja që ju e ndërrani? Apo ka momente që në mbledhjen e kryesisë thoni që askush nuk ka të drejtë? Askund nuk mund të thush se askush nuk ka të drejtë, sepse demokracia, mënyra funksionimit do të fillojë nga familja. Ndonjëherë na ke parë në familje përplasemi për një temë caktuar, shumica janë kundër atij qëndrimi, shumica megjithëse njëjtë është edhe në partinë politike. Unë jam antare e kryesisë Lidhjes Demokratike Kosovës dhe ata siç e thatë ju, nga fillimi pra kam punu me presidentin Rugova, kam punu me zotin Sejdiu, me zotin Daci, me zotin Mustafa, tash me Abdigjikun, se cili ka specifikat e veta, gabimet e veta, përparësitë e veta. Megjithatë, po e them shumë sinqerisht, Lidhja Demokratike e Kosovës funksionon në mënyrën e mirëfillt demokratike. Dhe kjo është problem sot në Kosovë. Sepse hala të ne qytetarët e dojnë një lider që nuk mendon për të tjerë. Është ai person dhe unë për atë votoj, s'më intereson kush është pas ti, çfarë programi ka, çfarë thonë, sa punojnë, sa janë të sinqertë, sa vjedhin, sa nuk vjedhin, nuk më intereson kom një person. Do të thonë, kjo është të na defekti në shoqërinë tonë. Sepse të na në LDK pas vdekjes së presidentit Rugova nuk ka më lider. Të na ka leadership. Dhe aty ulemi diskutojmë gjërat gjatë, ndonjëherë edhe propozimi vetë kryetarit të partisë bie sepse shumica thot, ndoshta s'ka të drejtë shumica, por shumica e thot dhe ajo vendoset ashtu. Dhe kjo është një demokraci e mirëfillt. Por këto është problem në tregun politik, çfarë kemi ne në nivelin e tregut politik, është problem. Megjithatë, për të gjithë këto personalitete, unë e vërtet ndaj respekt, sepse secili ka vlerat e veta, ka bagazhet e veta të qoftë politike, qoftë akademike, dhe me thonë, dush të ndihesh mirë dhe krenare që ki punu me ta. Por, neve si LDK, për momentin i kemi situatën jo mirë, edhe ne natyrisht që tash jemi në atë fazën ku po mundohemi me gjetë rrugën dhe problemet me cilat duhet të ballafaqohemi, edhe pse nuk është lehtë, sepse është problem. Ne si subjekt politik me shumë vite funksionim dhe me shumë provoj, nuk mund të kthehemi të bim në lojrat e partisë konkrete që është vetëvendosja, sepse është partia e cila funksionon mbi mashtrimin. Dhe të shëre nuk mund të bëjmë garë të njëjtë, cili po e bëjmë mashtrimin më të fortë. Këtu është problemit e LDK-ja. Me këta jemi duke luftu. A duhet edhe ne të lëshohemi që të fillojmë të bëjmë mashtrim dhe propagandë e t'ja të e kalojmë, se çashtu mundem me fitu, apo jemi të tillë që duhet të rezistojmë, luftojmë për të vërtetën, edhe për realitetin në situatën çfarë jemi dhe natyrisht nuk është lehtë. A ki pas ndonjë moment sfundmi për me lënë politikën, me lënë LDK-n në një farë mënyre, sepse vendimet e partisë tuaj bin dash me atë që besa e beson fort? Sa herë ka ndodhur që unë kam konsideruar që partia ime ka rënë dash, unë jam personi që edhe në momente caktuara edhe është vërejt, e kam guximin me kundërshtu, s'paku me thonë mendimin tem, siç e thash më përpara, mund të shumicat ma rrëzoj atë mendim, të amortizoj, dhe unë prap jam edhe pajtohem me shumicën, por e kam guximin për ta thënë mendimin, për ta thënë kundërshtimin, ndërsa nëse vendimi merret me shumicën ndryshe nga mendimi im, unë jam personi i cili e respektoj. Dal nga aty dhe nuk e kthej shpinën, nëse nuk dal për ta luftu pastaj prap subjektin tim politik. Pse nuk u lëkon dot kur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ka kolegë për jush që me një farë mënyre fluturuan për me nxoni karrikë të rehatshme? Falenderoj shumë për këtë pyetje që këtë formë që shtrove, nuk është që më ka shtruar dikush kaq mirë. Edhe unë po t'i jap për herë të parë, se aspet se pas na mendu. Janë, për shembull, është një subjekt
cilin ti nga fillimi. Është sikur një gjë që ti, sikur një fëmijë që ti e lind, e rrit, je marrë një shtëpi që ti e ke kriju vetë, dhe pastaj dhimbset gjithçka. Pastaj je në atë rrugtim që ti ke ndërtu e ke pa, e njeh mirë qëllimin e këtij subjekti. Dhe natyrisht që pajtohesh çfarë qëllimi ki. E treta, ki kundërshtar politik të cilët i njeh, se ndoshta disa vite më parë janë konë pikërisht subjektin tonë politik, i njeh të gjithë. Dhe e din shumë mirë që të gjithë janë më keq, më të dëmshëm për këtë vend. Dhe pastaj, me çdo insistim ti don me mbet aty, edhe don me hec tutje sepse ti e din qëllimin. Prandaj nuk kam hezitu kur me u largu prej kësaj fryme, prej kësaj filozofie, prej këtij qëllimi që ka pas nga dita e parë Lidhja Demokratike e Kosovës. Edhe as sot nuk kam, do të thonë unë nuk kisha menduar që mund ta bëj politikën dikun tjetër me një parti tjetër. Por gjatë rrugës, natyrisht, ne jo vetëm si në politikë, se gjithmonë e marr këtë shembull, por na si prind që kemi fëmijën tonë mund të gabojnë. Gabimet kur bëhen pa qëllim janë okay sepse ato ndodhen, sepse ndonjëherë janë shumë të kushtueshme. Po megjithatë ne nuk guxojmë, unë për veten time nuk mbaj mend që ka ndodhur me bo gabim qëllimshëm dhe nuk kam dashur m'ia fal realisht askujt kur kom pa që po bën gabim qëllimshëm. Edhe prandaj këto shtylla më kanë mbajt në Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe sot më mbajnë. Domethënë edhe sot kur LDK-ja është në historikun e vet, ndoshta më të keqin elektoral. Mu nuk më luhat fare, ama bash fare, përkundrazi. Gjej shumë vullnet, shumë forcë për të hecë tutje, sepse e di qëllimin e këtij subjekti politik dhe e di nevojat e Kosovës. Kosova nuk ka asgjë më shumë nevojë se sa për qeverisje në mënyrë me LDK. Shikoni, na jemi ta shumë parti politike në Kosovë, edhe ne kemi marrë bas luftës sidomos, shumë shpesh kemi qenë qoftë në koalicion, qoftë vetë në qeverisje, domethënë si LDK, me të gjitha parti tjera politike. Por ama LDK-ja është partia e vetme, veç LDK, që asnjëherë në asnjë mandat nuk ka pas zyrtarët e saj, ministrat, kryeministrin, të zhytur në korrupsion si kur janë parti tjera. Të gjitha. E vetëm LDK-ja nuk është. Dhe LDK-ja këtë gjë mendoj unë nuk ka mujt, sepse ne jemi të prirur me mendu se kjo nuk duhet thuhet. Këtë kemi obligim, kjo është normale, kemi mendu me normalizu, mos mu krenu që na nuk kemi të korruptuar, sepse ti duhesh mos me mendu korrupsionin, se lëra me thonë shikoni, ne jemi të pa korruptuar. Pa mendoni që zgjedhja duhet prap për me qenë kryetar zotri Lumir Abdigjiku në LDK? Këta e ka mendu shumica dhe kjo është punë e mbyllur. Po edhe mendimi imi, sepse ne jemi tash në krijimin e institucioneve dhe deri në mars, në qoftë se nuk do merremi vesh si parti politike që vërtet zgjidhet edhe presidentja ku do të qoftë. Dhe të mbyllet ky proces, ne do të shkojmë prapë në zgjedhje. A ne si LDK nuk mund të shkojmë në zgjedhje duke pas procese të hapura brenda partisë politike. Plus zotni Abdigjiku ka pas një mandat edhe dhe vitin 2007 sa mbaj mend. Dhe natyrisht ai ofroi dorëheqjen dhe kërkoi kuvendit me e fut në votim e aprovoni apo jo. Dhe këto janë gjitha procese demokratike të cilat ka pas shumë aty që kanë menduar që duhet të vazhdu. Kanë menduar që me kaq të mbyllet. Por shumica kanë menduar që duhet të vazhdoj tutje. Dhe unë pajtohem, duhet të vazhdoj tutje. Zoti Abdigjiku ka punu shumë, në zemër. Unë kam njohur LDK nga ditë e para. Ka punu shumë, sepse përveç se është aftësi menaxheriale ka të mëdha, ndoshta vetë mosha e vullneti i tij ja ka mundësu që vërtet të jetë çdo ditë në aktivitet. Por siç e falim edhe më përpara, më vjen shumë keq që vërtet në Kosovë tash ndoshta na kanë shpëtuar shumë gjenerata sepse lufta apartheidi na ka shkatruar sistemin e arsimit. Edhe ne na kanë dalë gjenerata të cilat nuk mendojnë,
krijojnë një iluzion për një personalitet të caktuar dhe kështu ecë turma. Nuk mundet askush me asnjë argument të ma kundërshtoj këtë, se zotni Kurti nuk ka bërë asgjë për Kosovën. Kush mund të mi thot vetëm 3 gjëra të mira që i ka bërë për Kosovën, nuk mundet dhe ja fiton 50%. Prandaj çka mendon që sipas teje zotri Kurti ka qenë gjëja më e dëmshme që ka sjellë? Shumë gjëra të dëmshme. Diçka që Në aspektin diplomatik shumë të dëmshme. Domethënë disa gjëra që kanë ndodhur me Kosovën, unë sinqerisht s'kam mujt me imagjinu, për shembull që mas gjithë këtyre viteve tek fundit investim nga vetë BE-ja kanë investuar në Kosovë dhe SBA-ja, ne i mbyllim raportet me ta. Ata na vëjnë sanksione, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dalin publikisht dhe thonë ne nuk mundemi bashkëpunu me qeverinë e Kosovës, ne mbështesim dhe përkrajmë popullin e Kosovës, por qeveria e Kosovës i rrezikon interesat e Kosovës dhe të neve Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është shumë e rëndë, është e papranueshme. Pastaj problemet tjera janë zhvillimi ekonomik në vend, është hiç, ne jemi dëshmitar të gjithë, kemi shumë probleme sociale në vend dhe kemi shumë korrupsion. Gjitha këto gjëra me të cilat ai është ardhur në qeverisje, duke thirrë hajnat në burg, duke thirrë bashkimin kombëtar, duke thirrë zhvillimin ekonomik, duke thirrë përshëndetësimat një, gjitha këto gjëra që ai ka thënë janë kthyer hapa mbrapa, vetëm korrupsioni ka lulëzuar më shumë. Thonë është të mërshme dhe i njëjti të votohet 50%, ne tash jemi në situatë se çfarë duhet të bëjmë, partitë duhet të futemi në lojën e tij, që të përdorim propagandën e njëjtë, që të përdorim mashtrimet e njëjta me qytetarët tonë, apo të luftojmë me sistemin apo mënyrën e funksionimit si LDK prej ditës së parë deri tani, dhe nuk është lehtë. Sinqerisht më them, nuk është lehtë, sepse ne për fushatat, sidomos 2 të fundit, sepse për një vit i kemi bajt ka 2 parë zgjedhje, kemi përgatitur programin, ndoshta jo për partitë politike në Kosovë, por në region, një program më të mirë të mundshëm. Kemi pas një listë me gjithë kandidatët më të mirë të mundshëm. Kemi pas një lider i cili ka punu ditë e natë me ne. Kemi pas një kryetar i cili ka shkuar në studio sa herë kanë ftuar, me një kundërshtar politik që ai s'ka pranuar kurrë mu ballafaqu. Me gjitha këto probleme që unë numërova që i ka pas në qeverisje. Dhe ti vjen në rezultat tillë çfarë ke ardhur, atëherë na e shohim që kemi problem shumë të thellë psikosocial në vend, se si i marrin qytetarët tonë gjonat, që shi mendojnë. Dhe tash nuk është lehtë me gjetë një rrugë, ose me vetdije me pranu me hi në lojën politike të zotit Kurti, ose me vetdije me rezistu edhe me shtyt vetë mënyrën e funksionimit që funksionon që 36 vite ky subjekt politik si që është LDK-ja. Dhe këto gjëra jemi duke diskutu. Janë sinqerisht nuk janë fare të lehta, sepse ne kot mundemi i thonë këto gjëra se ne jemi të mirë, po që mashtrimi që ne na vyn për kraja, kot ti je i mirë kur ti nuk e ki votat e mjaftueshme me marrë me drejtu vendin. Ti mund të jesh një parti politike e mirë çfarë jemi ne dhe kemi dëshmu edhe me vetë kuvendin e fundit shumë demokratik. Nuk ka në region, jo në Kosovë, s'ka ndodhur në Kosovë kur me majt asnjë parti politike kuvend me votë mësheft, asnjë hiç, asnjë, veç në LDK-ja. Por edhe në region, por kot është ajo. Ne na duhet mbështetja e qytetarëve që ne me marrë me udhëheq në njëjtën formë si partinë shtetin, sepse Kosova ka nevojë për njerëz kredibil, për njerëz që dinë e duan, për njerëz që ju beson Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkia Evropiane, kanë besim në atë qeverisje, edhe për njerëz që dinë çka është zhvillimi ekonomik i një vendi. Dhe këto gjëra janë në LDK, por nuk është lehtë, sidomos tash, me këtë lloj bërje të politikës, ne po mduket hala s'po mundem me gjetë rrugën. Sepse sinqerisht kam ndryshuar shumë mënyra e bërjes politike në Kosovë. Kur ktheheni në shtëpi, çfarë bën Besa për me ndi veten Besa shtëpisë? Besa anvise me një farë mënyre me thonë. Se kam hiç madh këtë punë me ndi veten Besa shtëpisë dhe anvise se jam çdo ditë anvise. Do me thonë unë shumë rrallë, vetëm kur kam treka zyrtare që duhesh me shku aty, se unë nuk ushqehem jashtë shtëpisë. Dhe çdo ditë
prej pune duhet me përgatit. Si të shkojsh në shtëpi, shpejt, dhe që është me keq atash, ose me vështira, sepse mi mbet pak, veç unë me bashkëshortin, edhe thoni nuk i shumë vullnet të përgatit për pak vetë, por gjithmonë do të me improvizu diçka, pra, edhe jo gjithmonë ki besa edhe vullnet, ndoshta ndonjëherë dhe gatishmëri, po me gjithë atë me përgatit me ushqy duhesh, kështu që këtë e bëj çdo ditë, si ambise, në shtëpi se bëj çdo ditë. Kam për gjithmonë. Qofse këshe këthy besën në kohën kur ke qenë e re, çka i këshe thonë vetit si këshill? I kisha thonë vetes, vazhdo kështu, si je, edhe mos i merr krejt gjonat për zemër, sepse nuk është gjithçka ashtu si duket, domethënë, sepse unë gjithmonë proceset i kom marrë shumë afër zemrës, gjithçka, edhe ndonjëherë kom lëndu, jo po shumë shpesh atë veten, e kom lëndu. Po. Kështu që tash nëse isha kthy, kisha ditë më thonë vazhdo kështu, siç ke punu, por jo duke i marrë gjonat shumë afër zemrës, sepse do ta kisha pas më lehtë. Si dëshironi të mbani në mend si një politikane ashpër, apo thjesht një njeri që nuk bën kompromis me të vërtetën? Këta që po thoni, një sikur një njeri që vërtet edhe sinqerisht nuk kam bërë dhe nuk do të bëj, do të mundohem, mos bëj kompromis me të vërtetën. Këto e mundu me bëj gjithmonë edhe me fëmijët e mi, tu nis prej aty. Kështu të gjeneratat e reja, tek vajzat e reja, çfarë këshille ju kishte dhënë zonja Gaxhere? Të bëhen të vërteta. Të bëhen të vërteta, sepse vetëm me të vërtetën mund të ecin sigurt përpara. Në tek fundit jeta është shumë e shkurt. Edhe natyrisht është vetë jeta me shumë mashtrime, por nëse edhe vetë mashtrojmë veten, çfarë të vërtetë jemi duke jetuar? Prandaj, sepse ndonjëherë dhe sfida dhe lufta është interesante, provoje, sepse rruga e vështirë, ka sfida, po ajo të shërben, ajo të mëson. Nëse ti vërtet mundohesh gjithmonë të ta shtroj rrugën dikush tjetër, nuk e di se çfarë është jeta për ty, kushtimisht, ha. Prandaj i kisha këshillu, luftoni për të vërtetën, punoni më shumë, lexoni më shumë. Sepse me dije mund të arrish atë që don. Këto janë disa këshilla dhe që vërtet lënd për të dëshiruar sot situata e krejt gjenerata, jo vetëm vajza, edhe djemve. Pra, po unë e di, jam e vetëdijshme që situata jonë historike, politike në këtë vend kalon këto gjurmë të veta, pra, këto probleme, cilat ka shkaktu edhe me vetë gjeneratat tona, me kohën do të përmirësohen. Zonja Gaxhere, faleminderit që gjeti edhe një herë kohë për me qenë në emisionin tonë. Na e ki zbukuruar emisionin edhe faleminderit për gjitha informacionet që na i dha, neve dhe publikut. Kënaqësi është e imja. Edhe imja. Faleminderit. Eine Worte.